Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje, me ne përsëri në ditën e 4, në recetën e 4. Sot kom vendos me bo, ne i themi pogačica, nuk e di pa është gjuhë, po mrej, në gjuhë shqipe, po kom dëgju që në kosh e thënë byreqka, nuk e di tashti. Shqipni byreqka. Po ne kemi thënë pogačica, edhe kemi një copë djathë katunit, kemi pakës hopla, kemi ajkën, natyrisht kryp dihet edhe susami në fund. Tu kemi bogati dhe tepsin, unë po filloj me njëherë. Është shumë e shpejt. Ne e bëjmë këto. Po i qelim pet. Edhe po e marim një pet. A ke të hëllu pitën a jenë? Po, ty sa herë. Qka ma shumë të hëllojsha, bab? Po, ma shumë ti të hëllojsha... Qëllën pite? A përpeqa, me sfanaqa? Jo, kungullor. A kungullor? Ajo peta kungullorit ishte ma e troshe. E rrethin aja këthejshe? Po, Qysh ja bën rrethin? Jo, unë e veç rrethin ja hëmsha, a kungullorin nuk e hëmsha. Shumë mirë, bravo. Sepse Po i lojmë një herë... kam qenë alergjik në kungull. Disa ti Kështu bojmë. që... Me pet, jo, pet ko kanë dhe të Po, dukshme. tashti na e shtypim këtu djathin, pak. Qysh të mundene. Ky djathi fshati i katunit. Po, bab. Katunit, djath, qerit, Po, djath. i katundit s'ka i ndyrë. Pa e një, Po më vjen keq, po më butu ka me dorë me bose, që në ka pak i vështirë mu shtyp. Okej, tash marim ajkën. Edhe hedhim këtu pak, që na mermenja. Këtu du me thonë është sasia e një ajke. Na përqesim njëherë gjysmën të shohim sa mbulohet djathi. Normalisht sa ma i shkrift me konë është i mirë. Po. E qitëm du me thonë sasinë e një ajke të madhe. Që mësë me dominu baraz ajka, baraz djathi. Për me u ly pet ma mirë. Okay. Atëherë i qesim shumë pak krempana. Krempana, po. Me thonë sa përshije, përzihet kjo, për bamje. Masne... Krempana, po. Kjo krempana me të vërdit pe zbukurojka dhe pe bojka një... I jep shije, ba, se nuk e zbukuran. Një kështu lyje virtuoze. Po, jash zakonisht virtuoze. Unë e tashti, ish po shkoj pakës, po e kërkoj... Nuk ka nevoj hiç për krip. Kjo për vetë. Për shkak të djathit, sepse djathi është mjaftueshëm i gjelbët, bile edhe kjo ajka, që është, do me thënë, nuk është me shumë kryp, nuk ka arrit pak me... Po, kjo ka rëndësi që është shija tamam. Po, shije, po. Mos me qenë shumë e. E tashti shkojmë me petën. Një petort në zëjete me ti higjë vërk. Po, tani tensioni. Edhe, bënu pak i sinqerë, tregoj ju publikut që tash ju kem shu vi aty në pitalkave, tregoj që po hanë bukë integrale, tregoj që... Kam ndryshuar. I ke kryu ato farë. Sepse filloj i nyra, në ka hypen në 3600, shiqiri 17.000. Unë e përdori këtë herë. Shiqiri 17.000. Do me thonë, po e qes njerë me luk, ma ndej veç me lyk. Po, s'kam ka hypen, alo. Në 18.000 ka hypen, nuk e di që, e tjera, kështu që... Okej, tash ti koncentrou këtu që shpilu se dush me mësu njëherë, baram një diqka me bo. Okej, lyhet. Okej, që shtët. S'ka to në instrument, për shamë kur i stërpi kumlat, edhe qërë, po kështu me dorë, dhe më thonë, ende medicinë, dhe më ende gastronomia nuk ka përparu, sepse... Jo, ka përparu bol, po edhe krejt si robot, ashtu s'ka. Se thojnë handmade. Do me thonë, dora është gjithmonë... Handmade? Po pra. Qojo? Po apo të kalzoj unë që handmade është kur marrën me dorë.
Handmade. Edhe ka vlerë ma shumë edhe. Handmade. Tashti këto kthehen qështut në formë katrore. Shumë bukur. Edhe pastaj marrin formën e trekonshit. Trekonshit plus hipotenuzën katror barabat me... Edhe u kry. Kam No, jetën po i bëjmë gati këtu, po i qes me njëherë letrën për pjekje. Mundën i dhe vish me puter me ly, nuk ka problem, po ne te provoj këtë herë me letër për pjekje. Për mos po? Po pa, letër për pjekje. Të me thënë, okej, edhe pse këtu, nësa është dashtë edhe pak ma shumë u prej, po s'ka problem, nuk prish pun kjo. Edhe, qesim këtu kështët, që të shuhim të ashti sa cop 1, 2, 3, 4, 5, që mos bëjmë shumë, për shkak se tepsia nuk i nxan. Atëherë marrim tjetrën. Ja, kjo është, do me thënë, e fundit, peta fundit. Ta qka u met me pas një copuk, i vërë. Ti si duket që i kenal që s'pohan ma, non stop jetë o bo gjvësh, me ly qysh, Normal se... po shqit që i koke unë tu, po nuk gudzën me hangër, s'ban tash me të pru ma. Jo ti, po asna. Edhe nuk ka mirë, për shembull me marruk si gjana, kur je unë, se tërpia... Po tash. Tash do t'i provash. Edhe kjo u kry. Mbaroj, edhe pse këtu pak e kemi pendin. Tani, këtu kam mit pak sfrastim, po ju e zgjedhni pastaj edhe tepsin rumbullake ose më të madhe, kemi format të ndryshme të tepsijave. E tashti, kemi susamin, edhe marrim një vetëm pak nga kjo ajka për mu kap susami. I lyjm këto për mi kështu. Për mu kap susami më mirë. Fura si zakonisht shohet gjithmonë ma herët. Kjo qenë ka vogël, për shembull, nëse nuk keni këshi, kjo e vogël, nuk keni këshi, mundi me zavencu me qetë me brush. Me brush, po. Të lutem. Me kallajiten, për shembull, qireq, e lon fakt edhe vjen këtu. Me to me pare, gjvërk, po mirë, mas e Po tash ti... Mirë, mas e është, po thëmë, kur nuk e ki këto, në bona, ja merë, ajaroni ty stërpi kumla, ja merë për një gjysur edhe ti hen. Kështot? Si sami është duke të pritur? Po, natyresht. Edhe këtu tamam kemi bëm ajkë edhe me i po këto mbrana, edhe këto tash u lynë mirë. Dhe këto. Hedhem tash susamin. Ka hubdurimi si duket. Jo, mu jo, shiquz, ju interesën për sa pjeken, se jo mu qëfar. Për sa pjeken të? Pjeken, shpekt. Sa? Tykon për një 3 orë, për një 3 orë janë gati. 3 orë? Mës qaj, të lutem, babi. Ja. Qështë të fjona? Të lutem mës qaj. Ja, 3 orë, po sigurisht, më me një 15 minuta, ha? Jo, 15 minuta, jo. Gjithmonë, gjanat që i bën ka dale me marifet, ka ta dalë, gjithmonë dali ma qishme. Qashtu. Kre gjanat që ngutën, Ashtu. do me thonë. Atëherë, besoj që edhe byreqkat, ose pogaqicat, ose qysh doni, janë gati. Ti shohim dherën për furës. Byreqkat, pogaqicat. Këto janë gati. Edhe këtë me era mirë, po ju vjen. Këto janë gati. Të marim tash një pjatë për servim. Kështot. Shumë qeshme, shumë era mirë të ju vjen. Kjo tjetër. Okej.
Tani, këto janë gati, juve ju bofshin mirë, edhe natyrisht gjithmonë ajroni, jogurti, traktori, me çka keni dëshirë, me një qep 3, me një gjysmë domate ose patligjan, edhe ju bofshin mirë. Shihemi, do me thënë, në ditën e fundit të kësaj jave, në ditën e premte, me një recetë tjetër. Ju falenderit shumë për durimin.